Nervi sciatik është kthyer në një nga temat më aktuale shëndetësore të kohës sonë. Statistikat tregojnë se nuk bëhet më fjalë për një sëmundje të moshës së tretë, por për një shqetësim masiv që po prek çdo ditë më shumë edhe të rinjt. Por pse ky shqetësim është kthyer në një problem kaq aktual, dhe cilat janë arsyet që po bëjnë të vuajnë kaq shumë njerëz sot, na i shpjegon fizioterapisti Hedon Lleshi. Duke filluar nga jeta sedentare, nga stili i jetës, mënyra të qëndruarit, kryesisht pacientët të cilët vujnë më shumë janë pacientë që bëjnë punë fizike të rënda, ose ata pacientë të cilët kanë një punë pasive, rrinë për një kohë 8 deri në 9 orë ulur. Se çfarë dhimbje shkakton nervi sciatik në trupin e njeriut, na njofton fizioterapisti. Nervi sciatik fillon nga fundi i shpinës, nga mesi, edhe kalon nga vithet deri tek gishtat e këmbës poshtë. Simptomat kryesore janë zakonisht ndjesi e mpirjes ose e parestezisë, të cilat kalojnë nga vithet deri poshtë te këmba. Shpesh i ngatruar me shqetësime të tjera të shpinës, në shumicën e rasteve ky problem e ka zanafillen te hernia diskale, thot Lleshi. Hernia diskale është një faktor i cili çon në shtypje të nervit sciatik. Domethënë janë disqet intervertebrale, të cilat mund të dalin nga vendi i tyre si pasojë e shtypjeve, të cilat i kemi gjatë jetës së përditshme, pas një kohë akumulohet del disku jashtë vendit dhe e komprimon nervin sciatik. Domethënë hernia diskale është faktor kontribues që shkaktohet shiaz. Përmes rrëzimit të miteve se kjo gjendje është e pashërueshme, fizioterapisti thekson se në shumicën ndërmuese të rasteve, nervi sciatik shërohet plotësisht përmes trajtimit fizik, ndërhyrja kirurgjikale mbetet opsioni i fundit vetëm për rastet më të rënda. E shtyp nervin, edhe nuk e lëm asnjë empinja kalon, ka kofsha, ka vithet dhe shkon te poshtë, ka ku deri në fund, deri te koma.